Kur asnjëherë më parë, dhe për këtë, nëse ka këtu student historisë, unë do isha shumë i interesuar të dëgjoja çfarëdo prove për të kundërtën, por për sa kohë nuk e kam një provë për të kundërtën, do ta përsëris, kur asnjëherë më parë Shqipëria nuk e ka pasur buzëqeshjen e fatit siç e ka sot. Kur them sot, në këto vitet fundit. Asnjëherë Shqipërisë nuk i ka buzëqeshur fati në sensin e të ardhmes së mundshme të njerëzve për të qenë të lirë, për të qenë të barabartë para ligjit dhe për të pasur në dispozicion jo një vend 28.000 km², por një kontinent të tërë si vendas. Është dukur si buzëqeshje e fatit me siguri momenti kur populli shqiptar është liruar nga pushtuesit.